Castrozizo dhe Zhaku, dy emra të njohur për publikun shqiptar që kohët e fundit lidhen pa diskutim me Ferma VIP 2. Dy personalitete me një karrierë të suksesshme në fushat përkatëse. Castrozizo, një nga emrat më të njohur të skenës muzikore dhe televizive shqiptare, një artist, një shpirt i lirë dhe shpesh një rebel i skenës. Nga ana tjetër Zhaku, ajo që provokon me pikpamjet e saj për shoqërinë dhe kulturën, një zë i fortë dhe me rëndësi për shoqërinë shqiptare. Të dy në mënyrën e tyre sjellin vlera që pasqyrojnë qartë në rolin e tyre si opinionist në Ferma VIP 2. Castro dhe Zhaku krijojnë një dinamik që nuk të lejon të largohesh nga ekrani. Në raste të caktuara, përplasjet e tyre sjellin momente humori dhe tensioni. Ata janë aty element për të marketuar mua kur unë pi pirpa. Kur unë hapo koshka po pse për çfarë janë aty. Ndërsa herë të tjera bashkohen për të thelluar çështje të rëndësishme. Kjo përzierje energjish dhe mendimesh i bën ata të jenë një dyshe e fuqishme. Kjo dyshe e opinionistëve të Ferma VIP 2 është një kombinim, një përzierje e gjallë e energjisë dhe reflektimit. Secili prej tyre sjell në ekran një stil dhe qasje që i bën të paharrueshëm. Ajo po flet, ajo s'përfaqëson mua. Ndërkohë që bashkëveprimet e tyre krijojnë momente që mbeten gjatë në mendjen e audiencës. E teksa sot shkojnë drejt natës së finales së madhe, ata do të tregojnë për 7-5 se çfarë do të mbesë në mendjen e tyre nga kjo eksperiencë në Ferma VIP 2. Tash ne jemi tash opinionist, mirë keq, ne jemi që duhet mbani një lloj balance. Pa dyshim të lirë, të qeshur, pa korniza, pa censur, vetvetja, edhe ajo të shka i duhej për ngjyrim Ferma VIP edicionit të dytë. Zhaku dhe Castro, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Sado që ne mundohemi t'ju përshkruajmë, ajo ngjyra juaj dojnë koment më të gjatë sa kaq. Jo, shumë bukur na pëlqyen të gjitha, ne më mirë presim nga juve vlerësim kështu me vepra se sa po të keni ndaj sa e keni pazar të vjetur. Jo, se ajo të lirë e kishe për freedom, më të lirë në mendime. Të lirë në mendime. Të lirë në mendime. Të lirë kështu nuk jemi shumë lirë. Jemi të vartu. Zhaku flet për status, Castro përpara tani llogarit. Çfarë ishte? Shumë faleminderit, po. Edhe Castro është i martuar. Edhe nga komentet, edhe nga komplimentat, dhe ndihem pak. Mirë. Na falni që ju kemi zgjuar herët së pari, se jeni mësuar me orar prime. Jo, si jemi mësuar fare, unë flas për veten time, unë zgjohem që në 5 çerek të mëngjesit, kështu që tash jam në mbarimin e ditës parë quaj. Na thuaj të vërtetën përpara se të shkojmë tek Ferma VIP. Na she? Me që me 5 qerek, është praktikisht më herë se ne, vetë. Po, ju shoh, do më thënë jo shumë shpesh, por ju shoh, sepse është ajo dinamike e mëngjesit, shohë të çuni në kopësht, qeni që do t'i pastrosh kakën, maci andej që në natit ka bërë të këpucët në i gjë tjetër, kështu që në gjitha dinamikun e shoh. Vrull shtëpia në mëngjes. Ju shoh në mëngjes, ju shoh se jeni pozitiv, jeni kështu. Edhe unë ju shoh pak, po ju shoh në TikTok. Shumë mirë, edhe aty. Tani Almina për mua na she më shpesh TikTok. Dy, po ju ku ka nuk del asnjëri pa tjetër. E vërtet, ke shumë të drejtë. Si ndjeni? Deri tani gjithmonë bashkë kam parë. Si ndjeni, meqense sonte e thon disi mbyllet ky rrugtim dhe ju do ndaloni, stoponi se dhëni opinione. E kjo. Po do, si do jetojmë vazhime. Jo, mua me vërtet, pa tjetër që ka filluar pak nostalgjia, sepse do më mungoj gjithë atmosfera dhe takimet tona, që mezi i prisnim, se ne argëtojmë shumë fakt edhe në backstage, edhe me Luanën, edhe me Albanon, edhe me gjithë stafin, me stafin e vizionit, me cilin unë kam punuar për shumë kohësh, edhe kemi marrëdhënie shumë të mirë bashkë akoma. Kështu që pa tjetër do më mungoj, por urojmë që Zoti të na ribashkojë. Ju atakoj sërish rrugën. Castro, nga Albania's Got Talent në një tjetër eksperiencë, po më ndryshe kjo. Po, relativisht në fakt, sepse jemi po brenda dhënies së opinioneve apo analizave kundrejt individëve, te Got Talent kemi të bëjmë specifikisht me talentet e tyre, këtu kemi të bëjmë specifikisht komentet e një jetese aty brenda në komunitet, në këtë që quhet eksperiment social, në një mënyrë. Në fillim unë e kisha me pak, le të themi, sepse këtu roli opinionistit në për reality ka marrë pak konotacion pak më të rëndë, ta quaj, në thonjza. Pra, një opinionist duhet ketë disa cilësi të atribuara ose të dhëna nga kjo shoqëri për të murmurizuar aty në rolin e vetë dhe mos të dali jashtë konturave. Unë mendoj që zgjedhja e produksionit për të dy ne
përveç faktit komercial që, si me thënë, debatet tona publike kanë shitur edhe pas shumë vitesh, përveç faktit që ne jemi miq e shok dekadash, shumë gjëra i mendojmë njësoj, por duke qenë edhe natyra shumë egocentrike, ta quajmë, megjithëse i mendojmë njësoj, prap tentojmë të gjejmë pika që të krijojmë debat mes njëri tjetrit. Kështu që mendoj që ishte ky vit, mendoj që ishte një zgjedhje mirë në tërësi, në rastin konkret për ne të dy, nuk ka qenë edhe aq. Është një gjë e lezetshme për shembull që unë e shoh dhe me Zhakun se kam diskutuar ja tash këtë mëngjes, që nëse para 15 apo 20 vitesh unë dhe Zhaku krijonim një debat ose ziheshën ose mbanim edhe qëndrime, ndoshta edhe me kohë muaj pa folur me njëri tjetrin. Ndërkohë që këto kohë po muaj, edhe vite mund të ketë bërë, po. Për shko, të merr ajo rrjedha më shumë se sa inati, se sa po. Po gjithmonë kemi jemi shkruar, gjithsesi. Po, jemi shkruar, jo, ta kisha në konfront me këto 23, sot është seria 24, në 23 seri nuk kanë qenë aq edhe të bukura, si me thënë, vizualista që ju e keni pas. Ne kemi pas debate, po qoftë edhe publikisht në ngacmimet apo në thonjza në një lloj ofendimi që edhe mund të jetë bërë aty lajm me njëri tjetrin, është kaluar. Dhe kjo jo për të thënë që është kaluar sepse për hir të televizionit, më shumë mendoj se sa ne jemi rritur. Raporti që kemi ne të dy me njëri tjetrin. Është më së normale dhe për disa miq që të kenë gjëra që nuk i pëlqejnë tek njëri tjetri. Patjetër. Po Por ju çfarë është? Ne jemi bërë edhe në familje. Ne kemi patur gjithmonë në raport shumë të afërt edhe më para shumë vitesh. Pavarësisht debateve tona, gjithmonë ka pasur shumë dashuri dhe respekt dhe vlerësim për njëri tjetrin. Përndryshe nuk të kishim krijuar asnjëherë miqësinë. Por ajo e tha Kastro shumë mirë, tani mbase edhe jemi rritur më shumë, patjetër që koha bën të vetën. Plus jemi mësuar që mos i marrim gjërat personale, sepse aty është një kontekst i caktuar. Dhe ne patjetër mund të debatojmë se kemi këndvështrime të ndryshme për në gjykimin e diçkaje, mund ta teprojmë ndonjëherë dhe me ndonjë koment, po të paktën e dim që me njëri tjetrin jemi gjithmonë, domethënë ai nuk prishet asnjëherë ai raporti që kemi, sidomos tani që është konsoliduar, i ka dhënë provat. Mirë. Publiku ju vlerëson, ne ju vlerësojmë, patjetër keni qenë eksponent rëndësishëm, jeni edhe sonte dhe do mbeteni në historinë e Fermës VIP, sepse Ferma VIP do vazhdoj, kështu që patjetër tani sikur t'i lëm këto qokat dhe flasim për punën. Kaq shtrohemi punën se kaq ishte, patjetër mëngjesi i ka të domosdoshme. Tani na tregoni të vërtetën se bën një vizitë atje në Fermën VIP. Çu than fermerët, ndonjë fjalë veshi që unë nuk tha, nuk di Zhakut, po asnjë fjalë veshin nuk u tha, më shumë se sa, domethënë, të nesërmen dje kur u zgjova, në fakt, po edhe sot, kur po e mendoj pak ato shikimet e tyre momentin që ne e hym. Ata donin të blinin, të kuptonin, merrnin vesh diçka më shumë. Dhe që e shumë e vështirë, në fakt, për të dy ne që të mbanim një lloj neutraliteti që mos të çonim perceptimet e jashtme për secilin e... Pra, dorni është rëngua të gjithë dhe njësoj. Për qafimin edhe atë gjithë të ngrohtë njësoj. Po, ndoshta dikush mund të ketë marrë dhe në një shenjë më shumë, me thënë drejtën. Se në një shtrëngim më shumë apo më pak. Po, ajo është simpati personale. Ajo është, ne kemi edhe ju keni të vështirë të ndani. Plus ne disa prej atyre kemi raportet më përpara, pra kemi pjesë të dërmuese, jo disa. Po, kështu që duhet mirë kuptohet dhe kjo nga ana jon, sepse tash ato që ne kemi shok para 20 vjetësh, nuk mund të bëjmë sikur nuk i njohim. Tani Zhaku do dalim edhe këtu, sepse sigurisht edhe rrjeti ka gluar, ka bërë të vetën. Besoj keni parë dhe komentet, mënyrën se si nganjëherë jeni perceptuar në publik. Tani ne betohemi përpara çdo kushtetute, Bible dhe çdo libri tjetër të shenjtë që ne s'dim asgjë çfarë ndodh sonte. Ju çfarë do na zbuloni sa do pak, sa për publikun e mëngjesit pak. Që Kastro mund të harroj këpucët njerë. Kjo është e sigurt se ka ndodhur sa herë të harrosh diçka. Dy herë. Më në statistika është shumë e mirë, ma është i gabim t'i harresë shumë i vogël, në 23, sot është e 24.
Një herë unë nuk isha se isha në Amerikë, një herë që unë isha këta martuan njerëz të tjerë aty. Pritën mua Ishte që... shumë vërti dhe Castro si dërgoja, kur mora vesh që do martoj Andrea, thash o zoti ma do e martojnë me zor të shkretin, më zuri halli, ma do nga mbroj të drejtat e Andreas. I boja Castro në telefon, Castro në Amerikë. Unë i dërgoja video si... Castro do martojnë Andrea. Më ishala nuk thot jo i shkreti, se unë gjithmonë e përfityroja atë martesën e Andreas me zor, se ta këto nuk e di Andrea që të martohet, tash shallas për pesin Atlant tjetër, o sa të but jeni, sa të mirë, ai do të thoshe sa të mirë jeni në fakt. Se ne rrezatojmë një farë mirësie le themi, po ndërkohë nga ekrani izolimi i tyre krijon imazhe të gjithë janë goxha pozitiv. Të gjithë kam fjalën dhe Andrea rrezatonte në raport me ne prap goxha pozitivitet, thjesht ishte kurioz të dinte pak më shumë, sepse mbase i është nuk e di pse i është dukur vetja i sulmuar, të është i... Reality është në fund të ditës, se sulmet kuptohen, fundja 100.000 euro, kërkojnë mundin e vetë. Besoj se kemi sulmuar dikë, po kur dikush e të pronë me një veprim caktuar dhe është Ne jashtë... flasim shumë lehtë për ata që nuk janë më në fermë VIP. Ka patur hatërmbetje, keni patur nga dikush një koment i cili pas programit ka zgjedhur t'ju takojë dhe të thoj po ti ke qenë shumë e ashpër me mua, shumë i ashpër me mua. Jo, ne kemi, domethënë qofse mund të ketë patur në një kesh kuptim apo diçka që mund të ketë qenë të paktën në raport me mua, çdo gjë ka qenë shumë mirë, kemi raporte shumë të mira. Ka patur mirë kuptim nga palë. Po. Jo, ne kemi raport shumë mirë me të gjithë. Asnjë, domethënë unë madje me natyrën time pak bastarde edhe në momentet që hera herës nga java në javë ngrihesh zëri për dikë apo për një tjetër, sigurisht ata jashtë kanë lënë një tufë me fansa, domethënë ose i kanë krijuar, edhe fansat nuk përfaqësojnë VIP-in që është fermerin që është brenda, në sakt përfaqëson dashamirësinë, dashurinë që ata kanë për atë njerëz. Ju e dini dhe vetë nga ndjekësit që keni. Po, dhe një fan shkon edhe në ekstreme. Dhe unë jam pak natyrë që kush më komentonte ose shante, unë ja ktheja, i çoj numrin, shkoj deri në pikën ku je, vi, bëj, pastaj sigurisht pendojmë të çfarë budallaj që janë, që merrem me secilin. Pse e ke bërë sfidë këtë gjë? E bëj vazhdimisht. Vazhdon ta bësh. Vazhdoj ta bëj këtë gjë. Më vjen po nuk më bëj vlog, pastaj domethënë nga luan bëhen lepër, zhdukën, nuk e jo për të thënë forcin time, por jam natyrë që nëse më shana nëna, të shaj nga nëna dhe hajde sqarojmë pse më shave nga nëna. Ose në një sharë tjetër. Kjo është parimi. I marë, sepse unë nuk shaj njëri, as nga nëna, as nga ropta, as njëri nuk cënoj në të gjithë jetën time, nuk kam cënuar përveç se vete sime dhe rrethit tim gushtat e këtë pres. Urgjent lulet janë tharë për shëhëvet. Do të ndërë Zhaku, ti nuk e bën këtë gjë. Jo, unë u përgjigjem komenteve, u përgjigjem mesazheve që më vinë mua personale, drejt për drejt mua, kur ka diçka që duhet sqaruar apo kur është një shqetësim që ngrihet në përgjithësi këtyre rasteve u jam përgjigjur. Në përgjithësi ndodhte kur ishte Alba brenda që u shqetësuan shumë krah. Ndalemi pak tek Alba. Po, sepse më shihnin mua kështu si shpëtimtare në Albës dhe sigur më vendosën një lloj kryqi, si ma thonë. Dhe ti duhet kujdesesha. Dhe unë duhet kujdesesha për Albën. I ke thënë mos gaboj Castros në një prime që i bërë pjesë e gjithë fermerëve të tjerë, të cilët kanë bullizuar Albën. Mendojnë që vërtet është bullizuar Alba në fermë? Se Albën e kemi të pa bullizuar. Alba është bullizuar në fermë. Shumë. Bën fajtor Castron sa do pak e kemi këtu, di marrë një 2-3 seri. Fajtor Castro nuk e bëj sepse Castro detyra Castros nuk është ajo e fermerëve. Sigurisht, po e kemi parë që jeni përfshirë her pas here dhe në debat dhe në bërvajtjen e fermës. Në parim, Castro ka këndvështrimin e tij në këtë rast dhe ne vërtet e parashikoja Albën në finale? Po, patjetër. Alba bëri shumë gabim që doli për mendimin tim sepse humbi shansin e jetës. Për të qenë në finalen e fermës. Castro? Nuk e mendoj që, domethënë, unë mendoj që aty të gjithë nga pak janë bullizuar me njëri tjetrin. Tashin e serita para e morën me shpat në dorë në fakt edhe jo pa të drejtë. Këtë faktin e të mos bullizuar njëri tjetrit, të mos cënuarit gruaja si institucion, si qëndësi e tjetër, aq më tepër nga femra gratë të tjera aty. Pastaj unë personalisht po mendoj të dy herë ajo gjë që si më thënë na urrejq lëkurën e duke parë këtë gjë dhe me një analizë të vogël. Është e vërtetë që aty janë brenda një sistemi të vogël të cilët miliona njerëz i shohin jashtë, por të gjitha miliona njerëzit jashtë në përditshmërinë e tyre veprojnë në të njëjtën mënyrë. Domethënë
pa legjitimuar bullizimin apo të njërit më shumë apo më pak. Mendoj si Alba, si Big Mama, si Elinara, apo edhe burra aty, me njëri tjetrin janë bullizuar. Sa kemi ndikuar ne në këtë? Edhe ne kemi që unë për vetë, kam qenë dhe vetë në i herë bullizuse. Ke patur një moment që je penduar zhëpëmirë, pas je ke thënë komentin, ke thënë këtë dhe mund të kisha kursyer sot. Po, ka patur. Mund të ketë patur. Se jemi njërë që përbëjmë nga ndjesi, emocion. Pa tjetër, mund të ketë patur, për shumë aty me yllin mund të isha kursyer pak të ashti kur dolim fund, si shte nevoja që të shkote dhe aty, por duke e kam provokuar her pas yllin, sepse ai kur provokohet, lezetshëm, nxjerr edhe batuta, pra... Po, i ka dhe vetë. Ka qenë e qëllim. Ka qenë e qëllim, në base ndonjë fjalë mund ta kem thënë pak të tepër, nuk më takon mua se unë jam natyrë shumë e hapur dhe nuk dua që të konsiderojmë një person që paragjykon apo që merret me tilla gjëra. Kështu që do doja që t'i kërkoja ndjes yllit edhe ndonjë personi nëse mund të jetë ofenduar, mund të jetë prekur nga komenti im i fundit. Fatkeqësisht në mentalitetin shqiptar, bullizmi është pjesë e kulturës. Pra, ne bullizojmë fëmijët ta, domethënë, nuk është bullizëm nëse e marrë... Bullizëm është, por ne kemi veshur me të tjera fjalë për të zbukuruar kur është brenda familjes. Po, duke pasur parasysh se çfarë u thuhet, se si edukohen fëmijët, se i thonë më mirë kështu se sa i vogël apo i shkurtër, i gjatë, i shërbëtor, i shkurtër, ka gjithmonë ai qor, ka gjithmonë po. Kështu që është, domethënë është në kulturën tonë që ne shumë gjëra të mos jemi shumë elegant në mënyrën se si drejtojmë njerëzve të dashur. Pra kur edhe aty tek njerëzit e dashur në familje bullizojmë, imagjino pas se çfarë bëhet në një habitat të jemi që jemi... I përket kulturës dhe... Le t'i bëjmë një 2-3 sqarime që s'kemi bërë më herë. Por nuk është për të promovuar, patjetër. Një nga videot më të diskutuara, komentuara, etiketuara ka qenë ai momenti kur ti e ke quajtur Casey-n, Miss Lagja, ti si një Miss i vërtetë, këtë thënë. Është e vërtet, dhe ajo se po duhet të kuptojnë që është nga ato mendime, deklarata që mund të jesh penduar. Jo, shiko, nuk jam penduar për faktin se me Casey-n kemi marrëdhënie shumë të mirë. Se dyshoj, nuk e dyshoj. Dhe ajo e ka kuptuar shumë mirë, domethënë e ka pranuar dhe ajo vetë dhe mënyrën. Jo se ka pranuar se është Miss Lagja, por e ka kuptuar qëllimin e asaj. Arsyen pse unë ja thash atë, pra. Po, se gjithë dhënë Miss një 60 ska. Shumë momente të Zhaku dhe shumë momente të mijat me disa nga personazhet aty, dashje pa dashje ka ndryshuar gjithë rrjedhën dhe karrierën e tyre. Domethënë, nëse nuk do të kishin qenë këto element të vegjël, qoftë kjo Miss Lagja, unë mendoj që Casey do të ishte shumë e sfumuar si personazh në tërsinë e saj, pra dhe medaljen e saj nuk do të ishte marrë. Kështu që këtë qëllimta ose jo, këto janë dhe element komercial, domethënë të marketing. Që i ka shërbyer për mirë. I ka shërbyer pa diskutim. Nuk do ishte bërë aq e famshme. Jo. Edhe ajo e di shumë mirë sepse ne komunikojmë me njëra tjetër, madje kemi arritur edhe deri aty sa edhe unë bëj shaka, i them vetes Miss gjyqja, ajo Miss Lagja, bëj video, edhe Casey kërkoi video me Zhakun, tani më thot vazhdimisht. Jo, kemi raport shumë të mirë dhe... Pastaj, të jeni të bindur që nëse unë, duke qenë se unë vija, unë Albën e njihja nga një format më të hershëm, e njihja paka shumë, edhe, si me thënë, kisha lënë pezull ato dufet në thonjësha të formatit të më parshëm, duke njohur më mirë se sa disa të tjerë, unë mendoj që nëse nuk do t'ishe faktorizuar pak më shumë nga unë, se shduhet, edhe Alba vetë, me budalliqet që bëri në fillim, mendoj që edhe figura e saj do të ishte kaluar si një gur i zakonshëm në atë lumin e madh. Alba e ka kuptuar këtë? Po, patjetër, Alba është, Alba është një personazh, një njeri që për media, për televizionin, për të qenë qendër vëmendjes, bën çdo gjë dhe këtë e ka treguar, pra nuk është se ngelet mua ta them. E ka mirë pritur edhe sigurisht që si Casey, si Alba, të gjithë po. Jo, të është të gjithë sarë që vinë aty në kur pinë cigara, vinë ke zyra, ke dhoma jonë, se kemi një dhomë me kasto, dhe aty të gjithë, do më thënë, dhoma më vogël aty mblidhen të gjithë. Nëse nuk do kështë të raport mirë, kjo nuk do ndodhë asë. Ne kemi dhe një situatë për cilën do dojtë ndaleshe, për parë se të shkojmë tek pyetjet e përbashkët. Po, për 5 emrat e finalistëve, ishin 5 emrat që i kishtë projektuar pak më herët, apo rrjedha lojës qoj edhe në ndoshta ndonjë personazh që nuk e projektoni finale?
Unë në fakt më erdhi keq kur doli Elinara, sepse do kisha preferuar që t'ishte edhe Elinara. Nuk po i heq atyre që janë aktualisht, sepse mendoj që ata kanë punuar për këtë ditë, kanë luftuar. Mbas edhe dalja Esterit më shokoi pak, sepse edhe Esterin do doja ta shija më gjatë. Por që besoj se janë 5 personat më të dashur nga publiku, 5 personat që i ka votuar më së shumti publiku, janë 5 personat që kanë krijuar dhe më shumë debat, më shumë polemika, pavarësisht kush ka qenë subjekti apo objekti i sulmit të tyre, se edhe ata në sulm ka qenë gjithkohon ose në vetë mbrojtje, por që patjetër unë jam shumë e lumtur me rezultatin edhe një pjesë të tyre një personalisht më bëhet qefi. Jam përpjekur gjithmonë që të ruaj një farë objektiviteti, neutraliteti, por patjetër më bëhet qefi kur shoh miqtë e mi që i njoh aty, sepse normal kujt si bëhet. Po plus minus edhe unë, fakt, personalisht pata u mërzita pak edhe unë me daljen e Elinarës, sepse, si me thënë, prisja në finale, qoftë edhe për statistik graburra. Megjithatë, si i thonë asaj, s'di sa vlen ajo si krahasim, po gjua shkon ku dhëmbi, në sensin që ato tullat e një muri të paplotësuar automatikisht ta plotëson sistemi, që do të thotë 4 burra dhe 1 grua në finale. Kjo është shoqëria e vërtet shqiptare, pra dhe imponimi i burrit dhe roli burrit në shoqëri, kaq hapësirë i lënë. Për te i lojrave të kryeministrit dhe dashamirësisë ti që të bëj një lojë mbi 30% e tjerë, e imponuar kjo gjëja, është imponuar, shoqëria shqiptare nuk të lë. Ato tullat do t'i vendosësh tek vendi që shoqëria shqiptare ka. Domethënë, ata janë 15 votuarit dhe kundrejt çfarë do lloj dëshire tonë që t'ishte aty plus minus, po në tërësi ata janë. Ata janë, ato edhe ne kemi parashikuar gjithmonë pak a shumë këta 5 patjetër në finale, po. Unë po herë. Kjo e tregon dhe tash i të shohim, domethënë sot ndarke është unë jam shumë kurioz me thënë drejtën. Sepse kur bëj llogarit kush njëri pak më shumë, kush më pak, pastaj triqen, pastaj kur analizoj, pastaj kur tentoj me njerëzit se shiko, është një gjë kur 3 milion njerëz të shohin para ekranit dhe ndër të cilët 2 milion janë gra mbi 50-at, ja fus kot, dhe është një target grup i cili nuk e merr telefonin që të bëj të votoj, por nga ana tjetër e do shumë Zhakun, Billafi, do shumë Kastro, por nuk shkon aty të ulet dhe të votoj. As komente ose. Pra, target grupi minimizohet, derisa në një lloj forme, mendoj që dhe finalisti dhe fituesi do të ketë një diferencë shumë të vogël votash. Pra, sot me që po na shihni në mëngjes, votoni sa më shumë preferuarin tuaj, sepse vërtet si punë e zgjedhjeve të bën diferencën dhe një vot. Po, patjetër. Kështu që në gjithë kuriozitetin unë mendoj që ne do kënaqemi sot. Absolutisht, po, dhe gjithë publiku me ju, sepse ne kemi vetëm votën, por kemi dhe sfidat që janë... E surpriza, ja po të themi një gjë, unë se kam vendosur akoma me thënë drejtën, deri tash edhe i kam lënë dhe skenaristë dhe komplet produksionin që çfarë do bësh, i merr kështu, të këndoj apo një këngë. Kam bërë një material të ri. Më është bërë traditë që në finalet e çdo formati këtu në Vizion Plus, unë të prodhoj një material të ri. Enkas, që i këndon kujt? I këndon Zhakut. I këndon Rakis dhe Dashnis. Rakis dhe Dashnis. Mirë, të njojmë pak më shumë të dy se... Mirë, në finalit të radhës në e këngë për Zhakun s'do ishte keq. Ne kemi këngë bashkë dhe kemi super këngë me thënë drejtën të bëra para 15 vjetësh e kusur, biles kur po i ri dëgjonim këto kohë, ua, sa e mirë. Zhaku thotë, hajde ta bëjmë klip, moj, zemra, bëjmë një gjë të re. Siç edhe ne nisëm do të bënim një gjë të re në fakt, edhe ja premtuam njëri tjetrit, nuk u bë, natyra egocentrike ime. Po se kemi cakon fakt neve që flasim njëri tjetrit. Po duhet na vi gjëja. Ishte shumë e fort fakt se ne kemi ca muaj që mendojmë të bëjmë një rikthim së bashku, përpara se na vinte oferta. Se e bët një rikthim. Po erdhi natyrshëm, erdhi shumë. E keni manifestuar. Ishte thjesht ne po mendonim të bënim që në ver vjet bile, të bënim diçka bashk, të bënim një material muzikor, jo po Castro ka qenë një zënë me Amerikën, jo unë pastaj me punët e mia atje në Gjermani, edhe se hajt këtë shofim atë, u harrua. Ja, u desh një ferma VIP 2. U desh ferma bashkë edhe në mënyrë më të mirë. Ju njohim pak më shumë tani, po do na përgjigjeni shumë sinqerisht. Shkurt, shpejt. Shkurt. Kush është më shpërthyes në studio, por më i butë në jetën reale nga ju të dy? Castro. Po unë besoj, se kjo është e mbana të pili veslikun e...
Ja, kaq shkurt, kaq koment. Mirë, kush është më i drejt për drejt dhe kush e fsheh veten pas fjalëve, metaforave? Unë jam më e drejt për drejt, Castro është më metaforik. Po, mund të quhet. Okej. Më politically correct është për Castro. Pra, më politikisht korrekt. Sa mund të ekzistoj ky si term? Nuk qëndron kjo fjalë për ju. E di, i thatë shkurt e shtit, po të ashti kjo duhet sjaruar pak, sepse Castro në fund, do me thënë e fillon me metafora, pastaj ta këput kokët. Kur e që s'pa e kupton, no? Por e nisë me metaforë, kurse unë jam direkt këpus kokët. Kjo është pa. Kush bën më shumë humor edhe kur nuk duhet? Unë. Pa diskutim shak. Kemi para të momentet. Pa diskutim Doja para shak. mëndje. Sa jo ndoshta ishte pak e tepruar edhe ja u kërkoj ndjes kështu në mëngjes. Unë kam thënë për veten. Por ti e the çfarë? Ajo ngetet brenda konturit të bërit media. Është vërtet. Okej. Në fakt, Zhaku, unë prisja sot të vije me një xhaket me pulla dhe ta bëhet të bërë në Prime. Sa do të shpërtendoj Shaka. E bëri në Prime, apo ki qenë Amerikë? Bravo, ato shoh. Jemi shumë mëngjes. Edhe në këtë studio. Zhaku, Shaka, pa dhe unë në këtë studio. E të proj pak për sësa. Mund të zhvishëm unë pak, mund të zhvishëm pak të cipë. Mirë, Castro. Për para se të heqim këmisha. Na tregoni pak, kush ka më e that pak më herë pjesërisht, kush ka më shumë fanca, kush ka më shumë armiq dhe kush shahet më shumë rrjete sociale? Castro ka më shumë fansa, unë ka më shumë armiq, unë shahet më shumë rrjet. Ai, ja, me banjë Marrë të sori. liga. 50-50 jeti, nuk... Mirë, jo. Mirë, po ti ndryshe nga Castro nuk u shkon te shtëpia dhe u kërkon numrin e telefonit. Unë i lë. Po ti ke Castro për një follow-up. Unë i ignoroj komplet, sepse mendoj që në këtë rast nuk ja vlen fare të kushtosh vëmendjes. Janë njerëz që e teprojnë shumë, domethënë ka vërtet Shiko, njerëz. të urrehesh, sa më shumë të urrehesh, do të thotë unë kam kuptuar që je në rrugë shumë të mbarë. Sa më shumë shtohen komentet e këqija, ti je në rrugë të mbarë. Zhaku është definitely në një rrugë të mbarë. Faleminderit. Po dhe ti. Po, unë jam... Kush nga ju do prishte miqësinë për një të vërtet të fortë? Unë s'prish miqësi. Unë kam prish miqësi për të vërteta të forta, edhe mendoj që karakterialisht tash kjo është shumë relative, kjo e vërteta e fortë, situata e tjerë, tash po. Dhe hapësirë për diskutim, por unë e kam bërë, në eksperiencë unë kam prish miqësi për të vërteta të mëdha. Unë jam mësuar me të vërtetën, jam rritur me të vërtetën, se po mos isha rritur kështu do të isha hajdut, do të kisha qenë në listën e disave, milionerë e tjerë. Kjo e vërtet ndoshta më ka lënë kështu pak më modeste se sa këta milionerët. Edhe kam prishur. Zhaku nuk e di, Zhaku është ndoshta më besnike tek në... Jo, unë kur kam, do më miqtë e mi në përgjithësi, unë nuk i them mik çdo kujt, sepse miqtë e mi janë të ndërtuar prej shumë vitesh, pra janë në marrëdhënie që unë i kam shumë të konsoliduara. Dhe çfarëdo që të ndodhet, për shembull, s'po them se tashti ne kemi patur edhe shere publike me Castron që bile na kanë bërë viral 13 vjet, na kanë mbajtur ajo videoja e Sheri Keçani. Ajo është shekulli. Ajo po ne kemi 13 vjet po e vëmë akoma. Vazhdon e bën. Po, që mund na ke dalë në amin çik si kështu si tipa që bëjmë shere gjëra, po nuk nuk kemi shermana, domethënë unë se dua fare sherin, unë i kaloj, madje toleroj, fal, pam kërkuar të falur, e kam vetë si natyrë. E rëndësishme është sjaron njerëzit dhe pastaj është punë tjetër, misia, pastaj kur është e konsoliduar, është përtej këtyre gjërave. Okej. Shiko, pyetja ishte shumë interesante dhe unë mendoj që bazën e kishte pikërisht nga ky sherr. Zhaku ose bëre sikur se kuptoi se sikur ashtu, por i qartë. Ata që na panë e morën vesh edhe të dy mesazhet nga dy palët. E kanë kuptuar dhe qëndrimin që keni mbajtur në tokë. Jo, se ishte e vërteta, për të dhënë të vërtetën. Domethënë dhe debati ka nisur nga një libër i botuar i Zhakut me të vërtetën e Zhakut. E Zhakut. Dhe tash është relative nëse kjo është vërtet e madhe, po mos i futemi kësaj gjës. Interesante pyetje, interesante shumë përgjigje. Bravo. Mirë, bëjmë një pyetje. Mirë, është pak mirë, okay. Pak më pak interesante. Në qoftë të shkonë vazhdon tjetri. Sot koha. Mirë, bëjmë një pyetje më pak interesante. Në qoftë do shkonim me zgjedhjet parakoshme, cili nga ju ka më gjatë të bëhet kryeministër? Unë kam mendimet e mia në fakt. Unë do të them. Nuk e di se politikisht korrekt.
Castro, po se Castro është edhe më i orientuar tani në politik, kurse unë e kam me hope, unë jam patjetër Kjo formoi parti, pi birë, lë, me formoi tjetër, bi fjalla, bi qa. Po vërtet Zhaku se shumë në i Tegeraki. Shiko Zhaku, se ndoshta nuk ishte 7-5 ndoshta për ditë, por ne kryesisht 3 herë në javë bëjmë në orën 9 kemi një hapësirë politike. Kemi vendosur një herë. Edhe tentoni ju kam parë, tentoni të ndroni figurat politike në gjithë. Po, dhe deshëm të merrnim Zhakun sa ndërtoi partinë politike, po sa deshëm t'i shkruanim, kjo dhadoreqje do të që pa qëndrueshme ishte. Imagjino si kryeministre pastaj. Po jo, ashtu unë asnjëherë s'kisha më fal. Nuk kisha fare unë ambicie vetë personale, nuk doja as të bësha madje deputete, asgjë, ishte thjesht një moment që mund duk e domosdoshme krijimi një force tre politike, pastaj kur erdha në Shqipëri që ndeta pak më gjatë dhe i parë shërat më nga afër, patjetër që humbje votash. Kjo është nga ato që të humb votat. Dhe siç thoni ju në Gjermani, egal. Egal. Jo, po se nuk më latani të është politika, unë kam qenë shumë pranë politikës shumë herët, që adolescent, si më thënë. Kam qenë ndër ata, në thonjë za ushtarët e parë të kryeministrit të Soçën, domethënë besoja në atë tati e kështu e me radhë, dhe kryesisht orientimi im ka qenë i majt. Sot pas shumë vitesh, qoftë në Amerikë, në qasit e mia me politikantë aty që janë po të spektrit majt, unë mendoj që nuk kam pikpamje politike të majta dhe djatha, sepse janë dogma të krijuara këto 2000 vite të cilat janë rrotulluar. Mendoj që politika e vërtet është teknologjia, ajo të përcakton gjithë sistemin e gjithë zhvillimet e veta, pa dhënë gjyrime siç ne jemi mësuar. Unë mendoj që një ditë po, do të jem kryeministër i këtij vendi, por përzgjedhjet time nuk do të jetë shumë shpejt. Edhe këtë faleminderit për modestinë se jam shumë i mirë. Sepse ne do na e mundse robot. Çdo ndodh. Kur na e mundse robot Castro kryeminist. Çfarë do të ndodh? Do të ndodh që Shqipëria dhe shqiptarët do të kenë një nga momentet më të begata në historinë e tyre mira vjeçare. Për këtë jeni të bindur, kështu që presim ta jetojmë dhe ta themi. Vuani dhe ca kohë derisa të vi unë. Kush nga ju jep këshilla të mira, por nuk i ndjek asnjëherë vetë. Më shkurt. Kjo pyetje është bërë. Jemi njësa për të kap tjetrin përballë këtë gjë apo se ti kështu edhe në fund. Në fund si ndjekim as vetë. Mirë, kush ka nevojë më shumë për kontroll? Ta mbajnë çik nën kontroll tek ajo kufja që ju keni. Zhaku. Ne s'kemi kufje, por Zhaku. Jo, nuk mbajmë kufje, jemi njerëz të lirë. Mua ma ka futur tartakudin brenda. Pse na trego pak. Ka qenë më kritikuar nga e prorët, ja ka qenë më thellë. Po kot nga që duhet një koktur. E ka për të zyrën e drejtorit kështu, e ka për grov vajti ardhi. Prapë sot. Se sa dëgjohet emri Zhaku e di ku të shkojë, ja. Unë e di, gjithmonë bish në fshat. Bëhet një reality show pa rregulla. Kush nga ju do të ishte më i rrezikshëm? Të dy se do tentonin vendosim rregull. Reality show me në të dy? Gjë e parë, unë jam shumë i rregull. Reality show me në të dy brenda? Po, nuk e di do shpërthejnë. Do të vendosim dy sisteme, jo çdo shpërthejnë. Ti do vendosja rregull nga një anë, unë do vendosja rregull nga ana tjetër. Ne në fakt edhe ne kemi shumë kimi me njëri tjetrin, merremi vesh shumë mirë me njëri tjetrin, edhe kur s'merremi vesh, pra nuk e di, me Castro besoj do mbijetoja edhe në polin e veriut. Keni kështu si politikan dhe ish kemi shumë të zotë mbjetuar. Si politikan dhe ish politikan, keni kështu rezerva bombash bërthamore, po kështu... Rezerva? Kemi metaforike. Metaforike, mirë. Pra se jemi në kohë të vështira. Bëra lidhje. Kam një pyetje të fundit e kanë shumë të rëndësishme. Pa jeni të sinqertë, ndoshta edhe ndoj vlerësimin, por edhe ndonjë kritik që mund të keni. Si është punosh me Luana Bjellca? Shumë mirë. Unë jam kënaqur shumë, është përvojë shumë e mirë. Jam vërtet shumë e kënaqur që jemi të gjithë bashkë në këtë përvojë. Luana është shumë e përgatitur, shumë e zonja, kam vetëm fjalë të mira për Luanën. Bile jam bërë baja tani se kur më shohin mua njerëzit në obobo, kushte disa lekë paguan Luana këtë vërtet fjalë të mira. Por edhe gjithmonë ma shkruajnë aty, ti vetëm i bën komplementa Luanës, po nuk është të vjen natyrshëm, edhe është edhe një lloj loje që ne e ka marrë një ndërtuar. Televizivi juaj ky. Castro ti? Njerëzit shohin shpesh bardhëzi dhe ashtu e vendosin. Dgjoj, unë me Luanën njihem, unë me Vjollcët njihem prej shumë vitesh. Si më thënë, jam edhe kështu një nena lidhet e Geti dhe motre vete, Marina, dhe më thënë, unë jam aq mik familje sa, do më jam i pranishëm edhe në dasma, edhe në ditëlindje, të gose, do më thënë familjarisht.
Kështu që Luanën e njoh që në fillimet e saj të shumë e re, edhe ajo ka pas një progresion mediatik shumë të mirë, është një femër e cila ka punuar dhe mua shpesh më vjen inat që shpesh ajo dhe nga njerëzit paragjykohet për anën e saj vizuale, por në thelb u mendoj që Luana e ka bërë përzgjedhje faktin e të shiturit në thonjza ky personazhi, pra ky personazhi bjond në thonjza. Por Luana është shumë profesioniste, shumë inteligente, do më kanë qenë javë që ne jemi... Është shumë e vështirë për atë të menaxhoj situatat që ne jemi të gjithë personazhe shumë të vështirë dhe vazhdimisht e komplimentoj Luanën. Që kërkojnë qendrën e vëmendjes, po jeni personazh që keni pasur dhe keni emisionet tona. Vëmendjen e merrni dhe patjetër gjithë e doni, por nga ana tjetër keni qenë vërtet lezeti i këtij edicioni, nuk na keni paguar as pak, por mund të patemi gjuhë edhe gjithë ekipit që ka punuar fort. Jo, nuk janë parat ato, mos i tregoj. Edhe gjithë ekipi që punon në backstage se bëjnë vërtet një punë kolosale. Të gjithë e bëjnë me shumë pasion dhe që duhet shumë një falënderim shumë të madh në fakt për gjithë çunat, për gjithë çunat, që nga kameraman, teknikët, çunat e gocat në fakt, sepse është një produksion i jashtëzakonshëm. Njerëzit nuk e dinë, po janë 3 regji praktikisht me 3 stafe të mbi 100 njerëz që punojnë. Suksese ne ja dolëm, mendoj, do më thënë, ja dolëm se edhe pak shihoni shumë këtë mbrëmje. Castro, Zhaku, ne për ishte vërtet e sunisim. Ne do shihemi në shtator, kujdes, sepse jemi në kohë që janë hapur audicionet e Gatë. Albania Gatë edicioni 2, që këtë video tjetë shumë herë me i mirë. Mirë. Castro, është e imja kjo më falë. Faleminderit që keni për fermën akoma më interesante. Ne u munduam sa do pak të ashtu nisi biseda të zbulonim diçka për atë çfarë ndodh sonte. E kuptuam që ju s'na zbuluat shumë për sa i përket organizimit klasë. Edhe këtë e kishim qëllim. Por ju njohëm pak më shumë juve. Shkurtimisht do bëhet në studio apo në arenë si vjet finale sot? Çfarë dim, çfarë s'dim, çfarë mund na thonë? Kudo, studio është andej, studio këtej, kudo. Gjithandej, ëh? Kudo ku lexon. Dhe do mbyllim fishek zjarre. Do jetë shumë bukur. Dhe një zjarr të madh, të mirë. Dhe jeni, a ju kanë ftuar në after party? Si jo? After party do e pim bashkë. Do shihemi dhe do të bëjmë edhe ndonjë parti politike. Faleminderit shumë. Para dorëheqjes. Një nga intervistat më të gjalla të bukur që kemi pasur. Faleminderit shumë. Ne themi ju e dini tashmë ku do qëndroni. Në orën 21:00 në ekranin e Vision Plus shijojmë të gjithë finalen. Ndërkohë ne shihemi të hënën në 7:05.